Ka dështuar sërish seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës për herë të 9 radhazi. Kryesuesi i seancës Avni Dehari propozoi që të votohet në mënyrë të fshehtë kandidatja për krye parlamentare Albulena Haxhiu, por ky propozim nuk kaloi, duke sjellë dështimin e radhës së seancës. Partitë opozitare LDK, PDK dhe AAK deklaruan se nuk mund të ndërrohet mënyra e votimit në këtë fazë. Seanca u ndërprer për të vazhduar pas 48 orësh në Parlamentin e Kosovës. Procesi ka ngecur pasi partia fituese, Lëvizja Vetvendosje, nuk po arrin të siguroj votat e nevojshme për kandidaten e saj për kryetare të Kuvendit. Në 5 nga 6 votimet për zgjedhjen e Albulena Haxhiut, votuan vetëm 57 deputet, teksa asaj i nevojiteshin të paktën 61 vota të nevojshme për të zgjedhur. Haxhiu shihet nga disa parti parlamentare si figurë përçarëse, por Vetvendosje këmbgul se është kandidate meritore. Ende nuk dihet nëse pas takimit të kryetarit të Lëvizjes Vetvendosje, kandidat për kryeministër i koalicionit me Guxo dhe Alternativa, Albin Kurti dhe kryetari të PDK, Memli Krasniqi, të ndërrojë emri të propozuarës për krye parlamentare Albulena Haxhiu.